po vike një kohë kur gruaja ndrimtare zgjohet. Kur e kupton se kush është vërtet, kur e kupton se meriton diçka tjetër dhe se mund ma shumë. Mundet ma shumë se sa e kam bo me besu. Vjen një kohë kur gruaja e plagosur shërohet. Nuk qanë më nga mëshira, nuk ankohet ma, diti kthej plagët në urtësi. Dhe nuk ka frikë mo nga dhimbja. Vjen një kohë kur gruaja e tradhtuar nuk fal më. Sepse nuk ka më frikë nga vetmia, sepse e di që është e plot dhe pa askënd në krah. Kur mëson të jetë mjaftueshme për veten e saj. Vjen një kohë kur gruaja e pa dëshiruar largohet. Sepse e di që dashuria nuk është lypje. Dhe se nuk ekziston asnjë burr për të cilin ja vlen të biesh në gjunjë. Vjen një kohë kur gruaja e dobët bëhet e fortë. Kur kupton se njerëzit kanë aq pushtet mbi të, sa ajo vetë u lejon të kenë. Kur nuk i intereson më çfarë mendojnë apo thonë të tjerët, kur nuk pranon më kufizimet asnjë lloji, kur nuk mund të manipulohet, i din të drejtat e saj dhe ka guximin të largohet nga çdo vend ku është e palumtur dhe askush nuk mund ta ndalë më.